Po dje kemi qenë duke zbatuar një urdhresë nga Departamenti Special i Gjykatës Themelore në Prishtinë në lidhje me zhvarrimin e vetëve motore të një individi, që do të thotë se ky ka qenë një zhvarrim i planifikuar kohë më parë, dhe gjitha ekipet i kanë dalë në ekipet e mjekësisë ligjore në këtë rast, së bashku edhe me partnerët tonë ndërkombëtar nga Uleksi, kolegët tonë nga Policia e Kosovës dhe Komisioni Qeveritar për Personazhe Zhdukur. Kemi qenë dje në afërsitë të Gjakovës, ku kemi ekzekutuar këtë urdhresë dhe kemi zhvarrosur mbetjet mortore të një individi, të cilat pastaj kemi dërguar në Institutin për Mjekësi Ligjore, ku tani do t'i nënshtrohen ekzaminimeve mjekoligjore në kuptim të identifikimit pikë së pari, domethënë që të shohim se për kënd bëhet fjalë dhe natyrisht edhe të bëhen ekzaminime mjekoligjore që të përcaktohet edhe nëse është e mundur edhe shkaku i vdekjes. Po ne vitin e kaluar kemi pasur mjaft aktivitete, domethënë diku rreth 32 lokacione janë trajtuar, janë zhvarrosur mbetjet mortore të shumë individëve për cilat edhe kemi dalë kemi pas një konferencë të përbashkët për shtyp me Komisionin Qeveritar për Personazhe të Zhdukur, dhe viti kaluar ka qenë kemi pas një vit mjaft intenziv në kuptim të aktiviteteve fushore. Tani këtë vit kemi filluar më një herë, domethënë se zakonisht kur është stina dimrit nuk kemi shumë aktivitete fushore, mirë, por këtë vit me qenë se ka qenë një aktivitet i planifikuar, kemi dalë në lokacion dje ta ekzekutojmë këtë urdhresë. Për momentin kemi edhe 2 urdhresa të pazbatuara, të cilat duhet t'i planifikojmë për zbatim sapo që është e mundur. Njëra është ajo në Rahovec, të cilën nëse ju kujtohet kemi pasur gjetje gjatë muajit dhjetor të 2 individëve, dhe ai lokacion ka mbetur ende i papërfunduar, dhe sapo të krijohen kushtet, ne do të kthehemi sërish në atë lokacion që të vazhdojmë gërmimet dhe të shohim se a kemi mbetje mortore ende në atë lokacion. Rahoveci është lokacioni i parë, dhe pastaj kemi edhe një lokacion tjetër në komunën të Klinës, për të cilën duhet të shohim se kur mund të kryhet. Në ndërkohë, sigurisht që kolegët nga policia do të vazhdojnë punën në hetimet e tyre, dhe sapo të kemi informata të reja, sapo të kemi informata konkrete, ato do të adresohen në prokuri, prokuria pastaj dërgon kërkesën në gjykatë, dhe gjykata neve na urdhëron që të dalim në gërmime apo zhvarrime eventuale.